Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi në këtë edicion special të emisionit Përqasje për të sjellë një problematik shumë të rëndësishme për rastin shqiptar. Do sjellim problematikën e gruas në rastin shqiptar. Padyshim të gjithë jemi të ndërgjegjshëm, jemi një shoqëri maskiliste. Dhe problematika e gruas është mjaft specifike dhe sigurisht shoqëria shqiptare, shteti shqiptar po reflekton, po riorganizohet për të qenë sa më eficient për nevoja specifike të kësaj. Në organizma të shoqërisë civile, padyshim edhe me mbështetjen e organizmave administrativ-politik të shtetit dhe sigurisht me individin vetë i cili është i interesuar për të dhënë zgjidhje problematikës si pra grua, gjithsecilës prej ju që mund të jeni të dënuara në familje apo në shoqëri. Kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që padyshim për të folur për problematika të këtij lloji janë protagonistet në vetën e parë të cilat sjellin problematikën dhe ofrojnë zgjidhjen. Dëshiroj t'ju bëj me dije që e ftuar në ditën e sotme është zonja Bajana Çeveli, faleminderit që jeni me mua në studio, drejtore ekzekutive e Qendrës Sociale për Gra dhe Vajza, dhe kam avokaten Rezarta Agolli Lisha, që është e klinikës së mbështetjes së grave të dhunuara. Faleminderit që jeni me mua në studio. Tashi sigurisht jeni në emisionin Përqasje për të paralajmëruar një seri emisionesh që do të realizoni kundrejt nevojës që ka gruaja e dhunuar në rastin shqiptar. A mund të bëjmë një prezantim të shpejtë organizatës që ju përfaqësoni? Së pari faleminderit që erdhëm këtu dhe vërtet është ajo fjalë juaja në cilët ju thatë Përqasje. Është vërtet gruaja sot është në kuadër të një sër problematikash të saj. Dhe ne sot jemi këtu për të ndarë me ju edhe me të gjithë teleshikuesit, me cilët na ndjekin në ekran, pjesën me cilën ne mund të kontribuojmë brenda mundësive tona në kuadër të një projekti i cili tashmë është bërë një projekt i njohur, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile. Pra organizëm shtetëror. Është agjenci e cila tashmë mbështet shoqërinë civile në kuadër të projekteve të saj. Në fakt, ne duhet të themi edhe atyre faleminderit si donator, sa kohë që ne kemi një mbështetje të tyre dhe aq më tepër 10 emisione, do doja të filloja paraprakisht kush jemi, pse jemi këtu dhe çfarë ne do të kontribuojmë në këto 10 emisione. Spari unë do doja të flisja një pak për shoqatën me cilën tashmë ka mbështetur edhe Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile ose AMSHC-ja. Efekti është i parë që kjo shoqatë ka që në vitin 2000 që është themeluar dhe ka mbështetur gjithmonë në qarkun e Durrësit gratë dhe vajzat me probleme. Sigurisht dhe emri i saj është shoqata e grave me probleme sociale brenda të cilit në këtë kuadër ju vetëm mbështesim njëra tjetrën, por i japim shanse dhe mundësi për të kaluar atë stres ditor që sot tashmë të gjithë e dim që jemi të përfshirë brenda. Stres specifik ditor për gruan, sepse sigurisht stresi është pjesë e kësaj periudhe. Sigurisht. Duke menduar që në këtë kuadër shoqata prej vitesh faktikisht ka kaluar një sër aktivitetesh të ndryshme në kuadër të mbështetjes së këtyre grave, por specifikisht të dhunuara dhe të riskuara. Efekti është që në vitin 2001 shoqata ka patur një qendër të quajtur Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza, efektivisht qendër e cila është mbështetur në vite nga Gvina til Gvina ose Sida suedeze dhe momentalisht pat një moment që ne duhet kalonim pikërisht në Agjencinë e Mbështetjes Shoqërisë Civile, për arsye sepse një program 10 vjeçar i mbështetur nga ata nuk mund vazhdohet më tutje dhe sigurisht që kjo agjenci bëri efektin më të duhur dhe në kohën më të duhur në mbarimin e këtij projekti, i cili tashmë vazhdimsinë e ka nga AMSHC-ja. A mund të flasim zonjë me shifra sa në rast se i kemi sigurisht, sa i jemi gjendur afër sa vajzave, sa grave, dhe cilat janë mënyrat e këshillimit ballë për ballë, në mos gaboj nëpërmjet linjës së Atëherë, duke menduar për ta ndarë këtë projekt, i cili tashmë ka emërtesën klinik ligjore për mbështetjen e grave dhe të vajzave, të dhunuara dhe të riskuara, ne mund ta ndajmë në disa pjesë brenda projektit me cilën tashmë i kemi edhe linjat përkatëse. Linja e parë është linja e këshillimit ligjor, që sot është edhe avokatja me cilën do flasë dhe do mbështet pikërisht punën e saj në këto muaj që është bërë. Kemi edhe linjën online, e cila ka një numër telefoni 234 600,
e cila tashmë ndodhet në qarkun e Durrësit, dhe kjo linjë online mbështetet nga psikologët dhe nga punoj social, e cila normalisht regjisti lexoj edhe te ky spot, sepse padyshim janë domethënë. Është edhe adresa në të cilën tashmë është dhe në email edhe në faqen web të saj, por krahas kësaj themi këshillimin psikosocial që e kemi të ndarë jo vetëm në online, që ju normalisht e deklaruat dhe tha, por në kryesorin tashmë e kemi në këshillimet ballë për ballë. Këshillimet ballë për ballë kanë vite, të paktën një 5 vjeçare në fundit, që e kanë këshillimet ballë për ballë, më falni, bëhen me psikolog? Me psikolog, apo me jurist? Bën me psikolog dhe ndërkohë juristi ka pjesën e vet, sepse ne kemi mbështetjen ligjore. Përgjigjen juridike ligjore. Brenda projektit, pra kemi mbështetjen ligjore dhe mbështetjen psikosociale. Pra bëhet fillimisht njohja me problematikën. Sigurisht, nëpërmjet një telefoni, nëpërmjet një emaili apo dhe direkt. Në shumicën e rasteve të cilët kanë ardhur deri tani për 4 muaj, ne kemi të ardhur në qendrën tonë 58 raste, të specifikuar sipas muajve përkatës, por gjithsesi brenda këtij cikli ne duam të arrijmë brenda projektit në 200 raste, të cilet tashmë në vite ne kemi edhe tejkaluar në esencën e ardhjes për psikosociale. Vetëm për pjesën e dhunës që mund të marrin ato këshillimin e duhur, por në krahas këshillimit që është njëra anë, nuk është ajo që normalisht gruaja ka nevojë vetëm për këshillim, është njëra pjesë. Pjesa tjetër është mbështetja ligjore. Efekti është që në mbështetjen ligjore dhe avokatja do flasi konkretisht çfarë procedurash ndjekim tek qendra jonë, por krahas këtyre ne nuk e kemi vetëm të atachuar në këshillim psikosocial dhe në mbështetjen ligjore. Kemi dhe ndërgjegjësim, i cili tashmë është pjesë e juaja dhe medias, fletpalosjet, postrat që janë brenda këtij programi. Pra janë 10 emisione televizioni. Pra ju thatë 58 raste në 58 raste për momentin kanë ardhur deri tani. Kam patur zgjidhje, po themi edhe të asistencës psikologjike dhe të juridike. Përket asistencës ligjore, që nga janari ne kemi trajtuar në gjykatën e rrethi gjyqësor Durrës, domethënë raste që kanë shkuar në gjykatë 33 raste. Këto raste kemi ofruar asistencë ligjore falas, sepse projekti që kemi marrë si vjet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile mbështet zgjidhjen e martesës me asistencë ligjore falas, çfarë do të thotë që në gjykatë, për sa i përket divorcit, siç kuptohet edhe nga shqiptarët, gratë me probleme sociale, gratë e dhunuara, në përgjithësi gratë kur na vinë me një urdhër mbrojtje, nëse e kanë bërë nga policia, ne japim direkt asistencë ligjore falas, që ka të bëjë me përpilimin e kërkesës padis, ka të bëj me përfaqësimin në gjykim dhe në rastet kur pranohet nga gjykata, ne japim edhe ndihmën sociale falas, por kjo është sipas rastit kur pranohet nga gjykata, sepse ne shkojmë dy palë, është gruaja, por është dhe burri. Dhe në rastet kur dy palët bien dakord, ne japim edhe ndihmën sociale falas. Kurse për sa i përket ndihmës ligjore falas për divorcet, sa herë që është kërkuar, ajo është dhënë e plot deri në fund, duke përfshirë edhe gjykatën e apelit. Deri në zgjidhjet martesës, deri dhe në përpilimin e kërkesave ankimore për në gjykatë e apelit. Pavarësisht se ky projekt ka vetëm zgjidhjen e martesës, ne asnjëherë nuk e kemi lënë gratë në baltë, kur i thon, kemi përpiluar edhe urdhrat e mbrojtjes, kemi bërë ankesa dhe për urdhrat e mbrojtjes, kemi mbështetur gratë deri në marrjen e një urdhri mbrojtje deri 1 vjeçar, 6 mujor, falas ndihma ligjore, gjithmonë falas pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Kemi mbështetur dhe raste që janë banore të Durrësit, por për momentin do me thënë janë me ligj, janë në rrethet të tjera, janë të ardhur, sepse është e parashikuar gjykata ku me kod procedure civile gjykata ku i drejtohesh, do me thënë nëse ato janë banore të Dibrës apo të Elbasanit do i drejtojnë asaj gjykate, ne kemi bërë vetëm përpilimin e kërkesave dhe ato kanë shkuar, kanë dorëzuar dokumentacionin e gjykatat përkatëse. Do me thënë çdo rast që ka ardhur dhe është identifikuar si problem ligjor, ne kemi dhënë falas dhe kemi vite që japim, po përsa i përket projektit të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile, ne deri në mars mbështesim zgjidhjen e martesës, si dhe kemi dhe një rast në muaj që mbështesim dhe taksat për në gjykate kemi falas, një rast në muaj, sepse dihet që ky është problemi përveç ndihmës ligjore falas, problemi kryesor i grave me probleme sociale që janë të dhunuara, është edhe fakti që për t'ju drejtuar gjykatës taksa është 92.000 lekë të vjetra dhe është sigurisht rasti, do të thënë faktori ose agenti ekonomik është i rëndësishëm dhe për gjithë ato gra që po na ndjekin tash që mund të kenë probleme të ngjashme,
do ishte me interes t'i thuhet pse duhet ofruar, edhe çfarë ju i ofroni direkt konsulencë për zgjidhje martesa, apo sigurisht fillimisht dëgjoni të gjithë problematikën dhe këshilloni? Kjo është pyetja më vend. Faktikisht ne jemi për zgjidhje dhe ndarja është zgjidhja e fundit. Ndarja është zgjidhja e fundit dhe efektivisht ne hezitojmë një moment për të ndarë, aq më tepër kur familja ka vite që është e konsoliduar në sensin pozitiv, janë me fëmijë, me probleme shtëpia, shnesës, sepse nuk është aq e lehtë të ndarë një shtëpi. Ndarja një familje për ne është vërtet na pikullon kur bëhet një ndarje. Por në momentin që ajo ka mbaruar çdo gjë dhe momentalisht nuk ka pse të qëndrojë një burr i cili tashmë e keq trajton gruan në shtëpi, ai është problemi ynë, dhe në momentin që është problemi ynë, ne momentalisht, ne nuk kalojmë direkt në urdhrat e pjesës së mbrojtjes, që faktikisht i ka dhe policia, me cilën kjo grua ka vajtur një në polici, ka marrë urdhrin e mbrojtjes, dhe në momentin që ka marrë urdhrin e mbrojtjes, është atashuar ke ne. Por kemi dhe raste që pa vajtur në polici, vinë ke ne, dhe në momentin që vinë ke ne shikojmë nëse problemi është vërtet për një urdhër mbrojtje, atër ne ja kalojmë dhe policisë, ose dhe avokatët mund të bëjë këtë pjesë e procedurës me polici. Po do ishte me interes për gjithë ato gra që po na ndjekin tash, po të gjithë atyre që ushtrohet dhuna. Kjo urdhri i mbrojtjes së policisë, si është nga pikpamja ligjore rruga për të ndjekur, për gjithë ato që nuk e kanë këtë informacion? Është një grua e cila dhunohet në familje. Si duhet japi zgjidhje? Po, me njëherë, në momentin e parë që ja ka mundësi, do njoftoj policin që në 29-ën, dhe vetë vjen policia, normalisht kryen shërbimin verifikimin në rastet e tjera, kur ajo ka mundësi shkon në drejtorinë e policisë, ose në rajonin ku përkatës ku jeton, dhe direkt në çdo, nuk kemi pasur ndonjë problem në qarkun e Durrësit, oficerët e policisë bëjnë verifikimin e rastit, dhe në rastit kur ka dhunë dhe gruaja kërkon përpilim në një urdhër mbrojtje, bëhet nga oficerët e policisë, çohet në gjykatë dhe gjithçka është falas. Problemet dalin mbas 20 ditëve, sepse në përgjithësi personat nuk e dinë që ky urdhër vazhdon. Domethënë nuk është vetëm 20 ditori me njëhershëm, por nëse ai duhet vërtetuar dhe duhet vazhdoj që mund shkojë deri 1 vit. Atëherë në momentin që ne na kërkojnë ndihmë, ne shkojmë në gjykatë, i kemi ndihmuar këto gra për zgjatjen e urdhrit të mbrojtjes, që ka shkuar deri 1 vit, 6 muaj, ajo pastaj varet nga gjykata dhe nga provat që kanë, si dhe nga dëshira e grave për ta vazhduar apo jo këtë urdhër mbrojtje. Ka rasti që mbaron urdhri mbrojtjes, gratë kthehen në shtëpinë e tyre dhe vazhdojnë jetën normalisht, por ka raste kur ato kërkojnë që të zgjidhin martesën me bashkëshortët. Sepse nuk ka patur reagim pozitiv nga partneri. Atëherë ne paralelisht me urdhrin e mbrojtjes fillojmë edhe procedurat për zgjidhjen e martesës, që duke ju vënë në dieni për dokumentacionin që do duhet para gjykatës dhe gjithë problemet e tjera deri në fund të zgjidhjes martesës dhe deri në fund të vendimit të gjykatës. Ka shumë probleme sepse jo gjithçka mbaron me një fjalë që e themi ne, ka procedurat të veçanta që janë në kodin e procedurës civile që ato i ndjek gjykata, dhe në përgjithësi në rastet kur ato duan me marrëveshje, bëhen edhe me marrëveshje me ndërmjetësim. Ne jemi si për ndërmjetësim, jemi edhe për zgjidhjen e martesës me pajtim, po jemi edhe që gratë të pajtojnë. Ne japim ndihmën ligjore. Procedurë dhe ligjore, gjykata fillimisht tenton pajtimin. Pajtim 2 seanca, minimalisht 2 seanca. Kemi raste që ato zgjidhen dhe me pajtim me ndërmjetësim, që se ka dalë ligji për ndërmjetësimin. Gjykata dhe ne mundohemi që të zgjidhim këto probleme me marrëveshje, pavarësisht se mund të ketë pas dhunë, por që të zgjidh, domethënë efektet janë për bashkëshortet, efektet janë për fëmijët, dhe këto efekte ne mundohemi të minimizojmë duke dhënë ndihmën tonë ligjore, sepse gratë nuk kanë dieni se mënyrat e shumta të zgjidhjes së problemeve të tyre, gjithçka nuk zgjidhet vetëm me dhunë, zgjidhen me marrëveshje, zgjidhen me ndërmjetësim, zgjidhen në mes rezon do thoja që krahas 20 ditëve, që faktikisht është urdhër i menjëhershëm i mbrojtjes, që në disa raste gjykata dhe policia normalisht e japin sepse shikon një grua që vërtet e dëmtuar është detyrim ligjor, dhe faktikisht ekspertiza mjekoligjore e ka dhënë një gjë të tillë. Gjithsesi brenda kësaj seance ne mundohemi ti bëjmë parashtrimin që ti mund të marrësh dhe urdhrin e mbrojtjes për një 6 mujor nëse paraqet rrezikshmëri i bashkëshortit. Dhe në momentin që bashkëshorti e zem në një moment caktuar është rikthyer pozicionit të mirë në kuptimin
e një bashorti të mirë, atëherë ajo nuk e vazhdon. Por gjithsesi Rezarta ka sensin e dhënies së këtij mesazhi që ti mund të marrësh një urdhër të dytë mbrojtjes dhe Rezi hyn brenda kësaj seance për ta ndjekur dhe për ta marrë urdhrin e mbrojtjes. Gjatë kësaj seance ne vazhdojmë me këshillimet psikosociale. Efekti është sepse shumë herë dhe pse kemi marrë urdhrin e mbrojtjes, ka gjëra që e kanë tërhequr pjesën për arsye të shumë problemeve. Por në shumicën e rasteve, gjithmonë gruaja si grua bëhet tolerante në pjesën e një jetese pak më të butë se çka qenë më përpara për hir të fëmijëve, apo për hir të asaj që ne duhet ta themi që është strehimi. Është edhe pjesa më kryesore në të cilën sot edhe do ndalemi, sepse efekti është që sot jemi këtu jo vetëm për t'i bërë apel grave, po për t'i bërë edhe apel institucioneve të cilet tashmë duhet t'i mbështesin, pavarësisht se ana ligjore për momentin çdo ditë shkon drejt përmirësimit, ajo që ne duhet të themi ka shumë gjëra që ne shikojmë në një këndvështrim tjetër, si shoqëri civile që jemi, nuk heshtim në faktin që një grua e dhunuar ka problemet e saj, qoftë ekonomike, qoftë sociale në momentin e strehimit dhe qoftë në mbështetjen e fëmijëve, sepse nuk mund të themi ne që në momentin e divorcit mbaroi çdo gjë. Pikërisht për mua, aty fillon problemi. Pikërisht ajo familje tashmë e ndarë në dy momente, vërtet gruaja mund të themi s'ka streset, por ajo sa janë shtuar problemet. Janë shtuar problemet e rritjes fëmijës, janë shtuar problemet ekonomike që një rrogë nuk është e mjaftueshme që mund në jetë në shumicën e rasteve dhe pa rrogë fare, dhe detyrohet të hynë punë. Dhe për këtë, normalisht ne si shoqat kemi bërë pak përpjekje, nuk themi që shumë, sepse të shumtat janë gjëra që nuk mund, pak nga pak të gjithë bëjmë, është që më mirë është për këto njerëz, kemi bërë përpjekje në një projekt përsëri të Gëvina Till Gëvinas, për punësimin e këtyre grave, me zyren e drejtorisë së punësimit në Durrës, të cilet kemi një marrëveshje shumë të mirë dhe goxha pozitive në këtë sens, po krijojmë shanset që çdo grua e dhunuar t'ia kalojmë zyrës së punësimit në precedencë për ta punësuar. Dhe ne kemi shumë raste të punësimit të këtyre grave, të cilet kanë dalë nga ajo dhunë e vërtet fizike, qoftë edhe psikologjike, që tashmë po themi pak është psikologjikja, shumë është fizikja. Edhe kjo është edhe shumë të në rasteve. Të pyetja në mënyrë të veçantë për dhunën psikologjike, sepse po i referohemi vetëm dhunës fizike. Dhunës fizike, por që ne... ajo është rënd, është edhe dhuna psikologjike. E nga njëre shumë e madhe, bile... Edhe është më e vështirë për ta... Ajo trajtohet nga psikologët e qendrës dhe në përgjithësi unë bëj vetëm anën ligjore, por në shumicën e rasteve ne kemi pas gra që nuk e thonë dhe nuk din ta thonë dhunën psikologjike sepse janë mësuar me të dhe vetëm dhuna fizike është ajo që i qonë në polici, ajo që i qonë të ne, dhuna që bëhet ndaj fëmijëve, ndaj grave, vetëm atëherë ato drejtohen, që kemi raste që dalin me shapka dhe vinë të ne dhe aty fillojnë shumë probleme, ato nuk duan më të kthehen në shtëpinë e tyre, ne nuk kemi ku i strehojmë për momentin, vërtet janë me urdhër mbrojtje, po burri nuk ka ku shkoj, ja e nxori gjykata për 20 ditë, po ku do e çoj më vonë. Gratë fillojnë duan urgjent të zgjidhet martesa, apo një martesë 12 vjeçare, 10 vjeçare nuk mund të zgjidhet me një apo me 2 seanca gjyqësore, sepse normalisht nuk është e drejtë për asnjërin nga palët. Janë fëmijët në mes të cilët ka, përpsojnë trauma dhe mbrojnë në shumicën e rasteve gratë, mbrojnë vetëm nënën e tyre dhe nuk e mbrojnë për faktin se nuk duan babajnë, po e mbrojnë për faktin sepse ato nuk duan dhunë më mbi nënën e tyre. Domethënë, problemet nuk janë ligjore, problemet janë sociale dhe gratë duan urgjent të zgjidhen punën, por ligjit duhet edhe vullneti racional i palë. Rezi, brenda kësaj seance ti e përmend edhe pjesën 20 ditëve. Faktikisht ne mund të themi edhe këtë, që ligji parashtron që burri dhunues duhet dalë nga shtëpia. Dhe për këtë duhet ta dinë të gjithë në sa kohë. E saktësisht e jep në kohën e urdhrit të mbrojtjes, burri duhet dalë nga shtëpia. Por ne, shoqëria maskiliste, siç e fillove dhe ishte shumë e ëmbël kjo pjesë. Është vështirë për burrin shqiptar largimi nga shtëpia. Edhe gjyqësori e ka shumë problematik. Bile në disa raste, elen evazive brenda kërkesë padis, ku ne shikojmë dhe them, pse nuk e ka dhënë në mënyrë decizive që dhunuesi duhet dalë nga shtëpia. Por, si duket, brenda seancës gjyqësore, ka qenë hezituar vetë gjyqtarja në pretekstin që po e le evazive, kështu që edhe ne shumë herë na ndërlikohet kjo histori dhe themi,
pse nga njerë dhe gjyqtarët nuk janë kaq të zotë, kaq të fortë që ligjin ta zbatojnë. Dhe pikërisht edhe këtu nga njerë dhe tek ne ngrihet zëri dhe themi, pse nuk e ka parashtruar gjyqtari, sepse policia tashmë ngel në pjesën e jo zbatimit të këtij vendimi. Efekti është se gjyqësori vetë e ka lënë jo fart të qartë, policia thot, më falë, se ka të shkruar. Ligji vërtet e ka, po këtu se kam shkruar, atëherë unë çfarë t'i bëj këtij burri? Pra ka edhe këto probleme. Ndeshet dhe rrezi normalisht. Jam dakord, po që unë nuk mund, domethënë unë nuk u gjykoj dot një vendim gjykate të formës prerë. Problemet janë të shumta, sepse janë edhe me ekzekutimin e vendimeve, që ligji parashikon për momentin e ekzekutimin e vendimeve të urdhrave të mbrojtjes është proces civil që ka një kohë shumë të gjatë, që po të nisës me nenet 511 e vijus kod procedurës civile, që të bëhet brënda ligjit, një ekzekutim vendimi mund ka mbaruar urdhrin mbrojtjes derisa të bëhet ekzekutimi vendimit, se ne kemi 6 mujor ose 5 mujor dhe deri në momentin që është bërë ekzekutimi vendimit për të nxjerrë burrin jashtë nga shtëpia, ka mbaruar urdhri mbrojtjes. Domethënë, këto janë probleme që janë me ligjin, nuk është se janë me gjykatën. Pastaj ne kemi shumë raste që edhe vetëm ofroni dhe asistent për amendimin e ligjeve përkatëse që bëjnë gjithë kemi ofruar në rastet kur na u kanë kërkuar, kemi ofruar asistencë, kemi qenë në seminare të shumta. Në këto komisionet parlamentare, si grupe interesi? Efektivisht ne brenda nesh kemi edhe një rjet, i cili është rjeti i Aven, faktikisht brenda 8 grupimit që ne jemi 8 organizata që na mbështet Suedia prej vitesh. Dhe në këtë sens mund të themi që shumë herë jemi pjesë e këtyre takimeve të cilet bile nuk dua të them, por edhe ndryshimin e ligjit për dhunën në Durrës, ne nga 20.000 firma ne morëm 5.000 firma. Efekti ishte sepse vetë shoqata jon ka sensin jo vetëm pjesën e asistencës dhe kontributi direkt shërbimit, por ne japim ndërgjegjësim dhe lobim. Dhe fjala lobimit ka qenë pjesë e ndryshimit dhe qoftë ligjit dhe qoftë edhe por momentin, që faktikisht është edhe do të flasim për një ligj i cili tashmë është për ndihmën ekonomike të grave dhe cilët ndodhen në proces dhune dhe në procesin e marrjes së urdhrit mbrojtjes, ajo më njëherë duhet marrë ndihmë ekonomike. Efekti është jo bravo. Efekti nuk është shumë pozitiv në Durrës. Ky ligj akoma tashmë, pavarësisht se ka dalë në mars të 2011, ka dalë edhe kriteri veçantë për këtë pjesë, por ne nuk kemi raste që të themi dhe pavarësisht se ne ja kemi adresuar bashkisë, nuk kemi raste të tilla që më njëherë ka filluar urdhri mbrojtjes i bashkangjitur dhe mendimin ekonomike. Gjë e cila e ligji e përmban. Pra ka edhe këtë pjesë, sepse ajo merret në bashkinë ose në komunën ku banon personi, nuk është se është vetëm bashkia, se ka pra një hendek të paskafuar. Ka çështje vështira të komplikuara të administratës, eficiencës së administratës. Ato janë probleme tjera që. Okej, do ishte me interes të flasim për 10 emisionet, pra ne sapo bëjmë të parin dhe si e keni menduar ti trajtoni për të qenë sa më afër atyre grave të cilat kanë nevojë, ndaj të cilave ushtrohet dhunë fizike, po pse jo, dhe dhunë psikologjike. Ju sugjeroj të mos e eklipsoni dhunën psikologjike, se është më dramatike në shumë raste se ajo fizike që i lexohet. Sigurisht, ne prandaj dhe jemi këtu, duke menduar që ju jeni një televizion i cili keni tashmë një numër të hapur, dhe efekti ka qenë gjithmonë teleshikuesi duke ju marrë juve në telefon, pse mos jemi edhe ne pranë jush duke i dhënë një shans dhe një mundësi këtyre njerëzve për problemet të cilet tashmë i shqetësojnë. Në këtë kuadër janë të dhunës që do të jetë ana ligjore dhe psikologja e cila do të jetë përsëri në efektin ashtu siç thatë ju për dhunën psikologjike. E vërteta është se në dhunën psikologjike nuk e trajtojmë jo ne si shoqat, por në përgjithësi njerëzit thonë, dhunë do të thotë të rrafësh. Vërtet dhuna e kanë kontekstin e rrafjes, por është dhunë fizike, ndërsa dhuna psikologjike që shumë herë ndjet e pranishme kudo, mund themi kudo, sepse nuk flitet vetëm familje, nuk mund të thuhet vetëm në familje, por edhe tek fëmia i saj, që normalisht ka ndodhur. Modeli transmetohet. Sigurisht, edhe ne mendojmë që për këtë të kemi një cikël emisionesh dhe efektivisht do të jetë përsëri në muajin korrik, do jetë në muajin gusht, do jenë muaj të tjerë të cilët tashmë. Pra ideja është që ju do sillni në studion ton një psikologe e cila do të ofrojë ose një juriste, ose një juriste, do sillni një juriste dhe do komunikojë drejt për së drejtin me njerëzit që kanë nevojë. Ose në një moment caktuar, nëse ne momentalisht nuk mund t'i japim përgjigjen direkt, sepse ne kemi raste të tilla. Mund kontaktohet në zyrën tuaj, numrat e telefonit. Sepse ata mund të jenë duke ruajtur
konfidencialitetin e tyre, sepse ne, në momentin që ajo do flasë në telefon... Në fakt, formati i emisioneve telefonik ruhet konfidencialiteti, kështu që ka dhe audiencë mjaftë zgjeruar, interaktiv. Ne gjendje t'ju japim direkt për çfarë problemesh që kanë momentalisht. Çfarë duhet të bëjmë? Këshillime ligjore brenda mundësive dhe brenda problemeve që kam direkt edhe nga televizioni, kemi mundësinë për ta dhënë këtë, mund ta japim dhe me email, mund ta japim edhe me telefon, mund ta japim edhe duke ardhur pranë qendrës tonë, në ato mënyra që vetë gratë e kërkojnë, nuk ka problem fare, jemi të hapur për çdo lloj ndihme ligjore dhe sociale. Pra, është ideja që ne do të komunikojmë drejt për drejti me telefonusit, me teleshikusit, cilët do orientojnë sigurisht një emision televiziv për asistencën që ju ofroni, ajo mund të jetë direkte, mund të ofrohet, mund të lexohet nga psikologja shqetësimi i telefonuses dhe sigurisht pastaj zgjidhet dhe jetë në zyrën tuaj, të cilat do ishte me interes t'i themi edhe në këtë emision ku është lokalizuar zyra, mënyrat e komunikimit. Brava gjykatës në Durrës, pra. Brava gjykatës është pallati i ri që është bërë tani, kështu që ne kemi shumë të lehtë për të na gjetur kushdo dhe kudo. Në orat nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 5, masdite, edhe ditës tunë e diel, pushim si të gjithmonë, por ne mund t'japim dhe një numër telefoni që e kemi celular, i cili mund t'jetë çdo ditë të javës dhe në jashtëtyrorëve. Edhe jashtëtyrorë. Pra, po lexoj këtë slogan që ju keni, duket mjaft racional, thuaje problemin tënd, kërkon ndihmë. Pra, në një farë mënyrë të nderuar teleshikues, përgjithsisht ju zonja, vajza, gra, çfarë do jeni që keni ushtrohet dhunë ka shiu, qoftë dhunë fizike, qoftë dhunë psikologjike, qoftë nga bashkëshorti, qoftë nga vllai, qoftë nga komshiu, qoftë nga drejtuesi ku ju punoni, mund të kontaktoni në emisionet e ardhshme, por jo vetëm, sigurisht keni mundësinë të kontaktoni drejt për së drejti me zyrën. Emisioni konsiston kryesisht në qarkun e Durrësit, por jo vetëm, në rast se ju do të jeni një qarku tjetër, siç e tha edhe avokatja ligjore, ju ofrojnë asistentën ligjore për ta zgjidhur problematikën në institucionin e qytetit ku ju banoni. Diçka që mund të themi më konkretisht tash për të gjithë ata që po na ndjekin, e kemi përcaktuar ditët e emisione, apo do t'i përcaktojmë në vijim edhe do t'i paralajmërojmë? Atëherë, efekti është që gjithmonë në bashkëpunime dhe me juve, ne mund t'ju japim paraprakisht dhe një ditë përpara emisionit në media, për cilën ju mund t'i thoni që nesër do t'jemi këtë emision, dhe unë mendoj që të bashkërëndoj me juve për të qenë në koherencë me teleshikuesit. Drejt. Okej, të nderuar teleshikues, shumë shpejt në ekranin e televizionit ton, ju do të ndiqni biseda telefonike, konsulencë psikologjike, konsulencë juridike, pse jo, konsulencë njerëzore, shpirtërore, sociale, për të dhënë zgjidhjen e grave cilat dunohen. Dhuna është e palejueshme në një shoqëri të zhvilluar. Ne jemi një shoqëri në zhvillim dhe sigurisht ka nevojë shumë për asistent. Çdo kush nga ju që do të ketë nevojë, mund t'i drejtohet, mund të ndjek emisionin dhe sigurisht të komunikoj me zonjat që do t'jenë shumë shpejt në komunikim të drejt për drejt dhe me zyrën përkatëse në qytetin e Durrësit. Emisioni konsiston vetëm për qarkun e Durrësit, po padyshim do të tentojmë ta zgjerojmë atë. Atëherë ju falenderoj zonja që ishit me mua. Edhe sigurisht do jemi në kontakt të rregull për të komunikuar dhe me teleshikuesit tanë dhe me zonjat cilat kanë nevojë dhe padyshim ne si gazetar sjellim vazhdimisht vetëm me një kronik, një dhunë të caktuar që ndodh, po pas asaj dhune ka shumë dramë. Ka momente të caktuar edhe tragjedi dhe përfundon vetëm në një rrjesh gazete apo në një artikulim lajmi. Pas saj ka mjaft dramë dhe ne do mundohemi me asistencën e zyrës përkatëse t'ju ofrojmë ndihmën e duhur. Nga unë Artur Nura, mirupafshim. Faleminderit. Mirupafshim.